Komisioni Evropian ka publikuar sot raportin e progresit për Maqedoninë e Veriut, sipas të cilit vendi nuk ka shënuar përparim këtë vit. Përpos kritikave në fushën e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit, vendi vazhdon të ketë ngjecje në procesin negociues për shkak të kontesteve me Bullgarinë. Maqedonia e Veriut është plotësisht e harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s dhe vazhdojnë përgatitjet teknike në lidhje me udhërfyesit dhe planin e veprimit për negociatat pas klasterit të parë, por deri më tani nuk kanë ndërmarrë hapat vendimtar për të avancuar në negociatat për antarësim dhe duhet të ndryshojë kushtetutën në përputhje me përfundimet e Këshillit të vitit 2022 për të ecur përpara në rrugën drejt BE-s. Në raport thuhet se vendi nuk ka shënuar as pak përparim në reformimin e sistemit gjyqësor dhe në luftën kundër korrupsionit, duke theksuar se pavarësia e përgjithshme dhe autonomia financiare e gjyqësorit minohet nga ndërhyrja dhe presioni nga institucionet e tjera shtetërore, duke përfshirë përpjekjet e parlamentit për të ushtruar presion mbi anëtarët e Këshillit Gjyqësor që të japin dorëheqje dhe burimet e kufizuara financiare të ndara. Korrupsioni mbetet i përhapur në shumë fusha dhe është një çështje shqetësuese serioze. Tragjedia e 16 marsit 2025 në Koçan, gjatë së cilës një zjarr shpërtheu në një klub duke vrarë 62 persona dhe duke plagosur mbi 190 të tjerë, zbuloi sfida të qëndrueshme sistematike mbi zbatimin e masave antikorrupsion. Masat parandaluese dhe shtypja efektive e korrupsionit duhet të përmirësohen. Aktakuza e ngritur ndaj kryetares së Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, e cila çoi në dorëheqjen e saj, ka vënë në pikpyetje besueshmërinë e institucionit. Po ashtu thuhet se rastet e korrupsionit të nivelit të lartë shpesh prolongohen, vjetërsohen ose rezultojnë në dënime minimale, gjë që forcon skepticizmin publik në lidhje me efektivitetin e luftës kundër korrupsionit.